me ze kemi prit vitin e ri, ne kemi kalu në vështërsi shumë të mëdha si shoqëni në pjesë që kemi qenë atër në jeta në Kosovë ka qenë kryesisht shumë e vështirë, qoftë në aspektin social dhe ekonomik, kështu që nuk kemi pas ndoshta të mira kaq të bollshme qysh i kemi sot. Shpesh ne kemi përgatit programin festiv, këngë të ndryshme, vallëzime të gjithë fëmijët sepse dishim që ndalet rryma, kështu që në mënyrë që me pas të mbulum krejt natën, përgatitshim vetë këngë, mundohem me u jap shumë a shumë ndaj vajzës, ndoshta shpesh edhe bëj gabime për shkak të kësaj çështje, po mundohem me qenë shumë afër saj, me komuniku sa ma shumë, sepse përpara ka qenë shumë më lehtë ndoshta kontrollimi, edukimi, gjithçka, sepse ne jemi rit në rrethana shumë të ndryshme. Rritja tash e një fëmije ka sfida shumë të tjera, ndoshta përpara kemi pas vështirësi financiare, kemi kalu në për lufte të gjitha këto, mirë po tash kemi rrethana të tjera të cilat e bëjnë prindrimin shumë më të vështirë. Rreziku për internetit, rreziku prej rrethanave të tjera në rrugë, kështu që krejt këto pastaj neve na bëjnë shumë më të ndihshme si prind, sidomos si non, e një vajze 12 vjeçare që e kalon tash pothuajse moshën e adoleshencës, kështu që është pak më problem si moshë edhe bashkë me të dhe ne po e kalojmë një sfidë, po mundohemi me qenë gjithmonë pjesë e krejt përditshmërisë së saj, problemeve të saja, me komuniku sa ma shumë me të, edhe me i tregu çka është me rëndësi në jetë çka jo. E cila është një këshill ndoshta që ti e ke marrë prej prindve edhe që e ke transmetuar pastaj edhe te vajza jote? Definitivisht ka qenë pjesa më e rëndësishme që fëmijët gjatë ndërtimit me qenë edhe të pavarur. Neve prind na kanë rrit në drejtim, na kanë pavarësu shumë me kohë të duhur dhe na kanë leju me marrë gabime të mira apo dhe të këqija, ku pasojat qofshin të mira apo të këqija ne vetë i kemi përballu. Dhe unë e shoh sot që kjo ka qenë një çështje tepër e mirë edhe korrekte, edhe kështu që njëjtë mundohem me transmetu dhe të vajza këtë çështje, jo shumë me sukses për shkak që jam shumë pak ma e ndihshme krahas vajzës, po mundohem me pavarësu sa ma shumë që me u rritë edhe ajo me u ndërtu, me pas një karakter shumë të fortë. Përmende pak edhe të kaluamën në feminin, kështu dash me ditë pikërisht tash të masi jemi më herë pas festave. Si e kujton festat e fundvitit atko edhe tash? Ka dallime shumë të mëdha. Ne me ze kemi prit vitin e ri, ne kemi kalu në vështërsi shumë të mëdha si shoqëni në pjesë që kemi qenë atër në jeta në Kosovë ka qenë kryesisht shumë e vështirë, qoftë në aspektin social dhe ekonomik, kështu që nuk kemi pas ndoshta të mira kaq të bollshme qysh i kemi sot, ndoshta edhe nuk i vlerësojmë, po atëherë ka qenë gëzim i jashtëzakonshëm për ne, krejt komplet procedura e festave fund vitit, duke fillu prej zbukurimeve që i kemi vendosur në shtëpi, pastaj nata vitit të ri, ushqime të ndryshme, festa, kënga, shpesh ne kemi përgatit programin festiv, këngë të ndryshme, vallëzime të gjithë fëmijët sepse dishim që ndalet rryma, kështu që në mënyrë që me pas të mbulum krejt natën, përgatitshim vetë këngë edhe vallëzime ne fëmijët edhe i shfaqim para prindve dhe familjes tonë, sepse shumicën e kohës edhe nuk kemi pas rrymë. Kështu që u dashtë me i zavendësu diçka me bë më atraktive, më atraktive. Ndërsa çfarë kemi gjitha të mirat fatmirësisht, edhe uroj që të gjithë ta festojnë atë mënyrë që të kemë begati edhe që është më e rëndësishmja të kemë shëndet në familjet tona.